Në orën 7 të mëngjesit u hap me kohë vendvotimi 2011 në të ardhës, ku nga gjykata administrative u vendos që të rivotohet për shkak të parregullsive, që në orët e para të mëngjesit kishte fluks të madh të qytetarëve për të shprehur të drejtën e votës. Në orën 8:50 u ndërprer procesi i votimit për shkak të prishjes së llambës ultraviolete që verifikon gjurmët e gishtave të votuesve. Komisioni Komunal Zgjedhor vendosi ndërprerjen e votimit deri në zgjidhjen e problemit teknik, që ishte një ndërprerje prej 10 minutave. Më pas ka vijuar votimi në këtë vendvotim, por me një prani të shtuar të gazetarëve dhe vëzhguesve të shumë nga shoqëria civile. Qytetarët që kishin dalë për të votuar thanë se gjithçka ka qenë në rregull. Kanë qenë edhe të qenë qetë, kështu që nuk kemi edhe nuk presëm në një problem këtë. Gjithmonë kemi dalë, 3 vetë jemi neve. Këtë jemi mundu diçka të bahet, më mirë, ardhënaria të një vend. Derisa po zhvilloheshin votimet, nga Bashkësia Vendore e të Arcës janë ankuar për praninë e shtuar policore. Sipas tyre nuk ka qenë e nevojshme gjithë kjo prani policore. Shumë ka tepër ka forca policore. Duhet popullata kese më e tjetë, ndalet votojë me vullnet. Ale tjetë të vënë një mesazh, lutem, sa më shpejt forcat policore nga fshati le të tërhiqen, rrugën kryesore le të rinë. Çka të shohën diçka parregullsi, le ta marrën. Nuk janë problemi asa, le ta dënojnë. Ama prej fshatit le të hiqen. Nuk kena mësuar se kjo është fshat multinacional. Kena shqiptar, turq, rom, Makedon, krejt jena të jetu mas meri më vje puna për një ditë ne t'i prishim krejt. Edhe gjatë pasditës procesi i votimit ka kaluar në një atmosferë të rregullt, ndërsa jehona e votuesve ka qenë më e madhe se gjatë votimeve të 11 dhjetorit. Deri në orën 15 dolën mbi 50% të votuesve. Në listën zgjedhore në këtë vendvotim ka gjithsej 714 votues, ndërsa rezultatet përfundimtare priten të dalin rreth orës 21:30.